e po të rrjedhen dhe zhvillimet që ndodhen në seancën plenare, duke qenë deputete për shumë mandata asnjëherë gjatë konstituimit të kuvendit nuk ka ndodhur një formë e tillë votimit, apo një tendencë me bo një cirk në kuvendin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje është dashur të sigurojë 61 vota për votimin e kryeparlamentarit, jo të kaloj në këto seanca të tilla e cilat vërtet nuk është në rregull. Kosova po mbahet peng për një kandidat. Alianca ka dashur me dhënë zgjedhje, ka propozuar 2 emra të cilët vetë lëvizja vetëvendosje nuk i ka pranuar, dhe ata janë lidh me një emër që është emri Albulena Haxhiut, e cila në fakt nëse tentohet 5-6 herë, 7 herë të votohet dhe nuk merr votat e mjaftueshme, përkundrazi prej seancë në seancë po zvoglohen votat e lëvizjes vetëvendosje, është dashur të tërheq, të jep rrugë ndonjë kandidati që ndoshta ka qenë e mundshme me i marr votat e deputetëve, qoftë PDK-s apo të LDK-s apo të AK-s, mirë po këta duke e parë që nuk i kanë votat, nuk po i sigurojnë votat, janë lidh me emrin Albulena Haxhiut dhe tash Kosova duhet mbetet peng i Albulena Haxhiut. Vota jonë e keni parë, nuk kemi marrë pjesë, kemi thonë që s'do të marrim pjesë në këto forma dhe këto ekzibicione që përbën lëvizja vetëvendosje dhe asnjëherë nuk do të bëhemi pjesë e lojrave të tilla të cilat organizohen. Dështuan në formimin e një komisioni, nuk ishin vota dhe tash shohim se çfarë do të ndodhë në seancën e pasnesërme. Faleminderit.